Nehati dhe Lepa të dy janë të punësuar në ndërmarrje publike Parqe dhe Gjelbrim. Ata sot ishin pjesë e protestës para ndërmarrjes, së bashku me të punësuarit të tjerë të cilët nuk kanë marrë pagat që nga muaji shtator. Gjëja më e vështirë për rreth 700 të punësuarit të ndërmarrjes Flora.com dhe Luna është ajo që nuk kanë as sigurim shëndetësor dhe janë detyruar të paguajnë privatisht për mjekim. Imam problemi со срцето и вчера бев на некоја коронарографија ми правя едно друго и платив 5900, 100 евра скоро платив со све ова, а сега немам здравство за да си купам лекарствата. Плативте заради тоа што немате осигурување? Да, ради осигурањето не е онаква. Колку време немате земена плата? 2 месеци. Септември и октомври месец немаме земена плата и нема осигурање. Ne e mbajna parket, i kosit na parket, e mbajna terenin e Shkupit, i në aksia për ditë, ama për të rogat, problema dhe. E në për 4 vjes në kanë as kapitnajë se të askurgjo. Problemi kryesor është tash se dhe sigurim shëndetësor. Po, s'kina, s'ka shëndetësor, këtë privatin që mi pagujton, problem, këtë me parin. Na i kam bë pak si problem, ama inshallah hajr. Kryetari i sindikatës Goran Risteski paralajmëroi se nëse për këto 700 të punësuar të ndërmarrjes Parqe dhe Gjelbrim nuk ka paga, atëherë nuk do të marrin pjesë në aksionin e premtuar të 72 orëve nga kryetari i ri i Shkupit për pastrimin e Shkupit. Има акција, предвидена е акција да во року од 72 часа да биде спроведена со цел да се чисти градот. Ние, тоест вработените во ЈП Паркови, изредено доколку нема да земат плата, ќе го бойкотираат. Остварен среда со директор на ЈП Паркови Зарило, со цел да му кажеме дека луѓето повеќе не може да ги натераме да работат. Нема да работат. Се додека не се обезбеди плата, a со тоа и здравствено осигурање. Nga sindikata paralajmëruan se nëse për rreth 700 të punësuarit të ndërmarrjes Parqe dhe Gjelbrim nuk marrin pagat e muajit shtator dhe tetor gjatë ditëve në vijim, atëherë të drejtën e tyre përsëri do të vazhdojnë ta kërkojnë në rrugë. Nga ndërmarrja publike Parqe dhe Gjelbrim deri tani nuk ka ndonjë reagim se kur do të kryhet pagesa ndaj punonjësve të kësaj ndërmarrje.